prej më shumë se 10 ditësh. Në galeritë e errta të Spaqit, minatorët protestojnë, jo për luks, por për pagat e prapambetura, për kushtet e tmerrshme të punës, për të drejtën më minimale. Të mos trajtohen si sklever në vendin e tyre. Por çfarë ndodh? Në vend që kompania të dialogojë, ajo hakmerret. 16 minator janë pushuar nga puna. Punëtorë që kanë lënë shëndetin në tokë, tani lihen pa bukë mbi tokë, dhe ajo që e bën më të rëndë është theshtja. Asnjë nga mediat e mëdha nuk e transmeton këtë lajm. Asnjë debat televiziv, asnjë titull kryesor. Pse? Sepse nuk ka politikan, nuk ka tendera, nuk ka klikime. Janë thjesht njerëz të zakonshëm, por këta njerëz janë themelet e këtij vendi. Janë ata që kanë nxjerr bakrin, kromin dhe mineralet që kanë ndërtuar pasuritë e politikanëve e biznesmenëve. Janë bitë atyre që dikur vuajtën në Spaq si të burgosur politik dhe sot bitë e tyre vuajnë si të burgosur ekonomik. Kjo nuk është thjesht një protestë, një britmë nga nën toka që po mundohet të dalë në dritë, por askush nuk do ta dëgjojë. BF Media, sepse e vërteta nuk ka sponsor.